Ky Chelsea është mbi 1400 vjet i vjetër dhe ruhet nga e njëjta familje që nga ajo kohë. Ky është Chelsea që hap Qabën e bekuar, por historia e këtij Chelsea lidhet drejt për drejt me një ngjarje madhore të historisë islame. Pas çlirimit të Mekës, kur profeti Muhammed a.s. hyri në Qabë dhe e pastroi atë nga idhujt, Chelsea i saj u mor përkohësisht për hapjen e derës. Pikërisht në këtë moment u shpall edhe ajeti kuranor që lidhet me këtë ngjarje. Allahu ju urdhëron që amanetet tua jepni atyre që u takojnë. Ky ajet u kuptua nga sahabët si udhëzim i qartë për Chelsea-n e Qabës. Chelsea u kthye sërish familjes Beni Shejbe, e cila e mbante këtë përgjegjësi edhe para Islamit. Edhe pse ata në atë kohë nuk ishin ende musliman, profeti Muhammed e ruajti këtë amanet dhe nuk e ndryshoi rendin ekzistues. Që nga ajo dite deri më sot, asnjë halife, asnjë mbret, asnjë prirës islam nuk e ka marrë Chelsea-n e Qabës nga kjo familje. Sot, familja Beni Shejbe vazhdon të hapë dhe mbyll derën e Qabës në raste të veçanta, duke mbajtur një amanet që ka kaluar shekuj, pushtete e perandori. Një Chelsea që nuk ka ndryshuar duar, një amanet i ruajtur që nga koha e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam.